Shëndetje të dashur miq, së pari ju uroj mirësi pafundësisht dhe ju uroj atyre që janë agjërueshëm, agjërim të lehtë, nëse njerëzve të tjerë ju uroj një ditë të mbarë, çdo njërit për njerëzve, dhe atyre që janë me agjërim u uroj ditë të mbarë, po kryesoren, po u uroj agjërimin. Desha më përgjigj asaj pyetjes se pse vendose ta publikosh një libër me poezi këtu në YouTube përpara se ta botosh. Arsyeja është e thjeshtë për të kuptuar, nuk don shumë filozofi, nuk don shumë stërhollim i kësaj çështje, arsyeja është ekonomike, për shkak se librat kushtojnë për të botuar, kanë një kosto. E dyta është edhe kur lexuesi ose ai që është i apasionuar për të lexuar libra, ndryshe e shijon kur e dëgjon poezinë ose shkrimin, prozën, mas pari duke e lexuar dikush, dhe ndryshe është kur shkon dhe thjesht e blen, pa kuptuar se çfarë ka në esencë. Pra, në një farë mënyrë është edhe një reklamim dhe një siguri për lexuesit se çfarë produkti po blejnë. Kështu që së shpejti do ta publikoj atë libër këtu në YouTube, në kanalin tim, poezi të shkruara, të recituara nga unë, dhe nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju uroj mirësi pafundësisht dhe t'ju falenderoj pafundësisht për mbështetjen, respektin që po tregoni ndaj meje.